Falëndërimi të kënë Allahut, salavatet me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Qëllimi i ardhjes atij, qëllimi i zbritjes Kur'anit, qëllimi i agjërimit dhe çdo vepër në Islam është që secilin person prej neve të bën shërbëtor të kësaj feje. Secili person prej neve të bën shërbëtor të kësaj feje. Nuk ka privilegj më të madh në botë se të jesh shërbëtor i kësaj feje të ndershme, për të cilën fe kanë ardhur qindra mija të dërguar të Allahut. Dhe i kanë pasu apo i kanë ndihmu qindra mija tjerë hawariun, shokët e vetë besnik. Dhe secili prej neve e ka këtë shans që të bëhemi shërbëtor të kësaj feje. Për të bëhë shërbëtor i kësaj feje, Allahu ka thënë Kur'an: innamal mu'minuna alladhina amanu billah thumma lam yartabu. Besimtarët vërtet janë ata të cilët i besojnë Allahut, pastaj nuk dyshuan këtë fe. Në jetën tjetër ka thënë Allahu xhalla xhelalu: wala yakhafuna lawmata la'imin. Ata nuk friksohen nga kërcënimi i kërcënuesve, as nga qortimi i qortuesve. Dhe i shërbejnë kësaj feje. Ti shërbesh kësaj feje, fillimisht është mos t'i bësh dëm. Dhe të shikosh këtë ummet si tërsi. Të e shikosh vllaun tan si pjesë përbërëse të gjakut tant, të mishit tant, të zemrës tande. Edhe nëse ndonjë tipar për tiparave të tij nuk të pëlqen. Edhe nëse e ki antipatik si person, si karakter, por muslimani i cili shërben kësaj feje ka mësuar nga Rasulullahi alayhi salatu wasalam se statusi më i lartë, më i madh i një personi te Allahu është ajo që Allah ka thënë: subhanalladhi asra bi abdihi. I madh është Allahu i cili e mori robin e vetë Muhammedin a.s. pra shërbëtorin e vetë Muhammedin a.s. në Isra dhe Miraj. Pra shërbëtor i kësaj feje. Prandaj, adhurimet që i bëjmë, agjërimin që i bëjmë, Kur'anin dhe bajramet që i festojmë, çdo gjë që kemi nga kjo fe islame dhe ligjëratat që i jepën, duhet të pasohen me një finalizim të çenurit shërbëtor i kësaj feje. S'ka privilegj më të madh se kjo. Të barabartë janë krejt. Prandaj vetëm gjem dikush, një shok të Muhamedit alayhis salam i cili nuk ka qenë shërbëtor i kësaj feje. Le të thot filan shoku i Muhamedit alayhis salam nuk ishte shërbëtor i kësaj feje. Nuk ka mundësi. 124.000 sahabe kanë qenë në Hajjatul Wada, po flasim për ata që ishin shumë më herët, sepse në Hajjatul Wada kanë prezantuar edhe disa prej nomadëve për të cilët Allahu ka zbrit në disa ajete që se kanë kuptuar mirë këtë punën e shërbimit. Me rëndësi është që këto sahabe radiallahu anhum ditën që ndërjet Muhamedi alayhis salam të gjithë ta e kuptuan se duhet me qenë shërbëtor i kësaj feje. E pastaj dikush prej tyre u bë dietar. Ibn Qayyim rahimahullah tregon se dietar prej sahabeve ishin 30. Nga këto 124.000, 30 ishin dietar. Të tjerë ishin që kishin luftuar këtë Allahut. Të tjerë nuk ishin gjë, që kishin shërby në pastrimin e xhamisë, për shembull. Të tjerë që u kishin ndihmu jetimave në sektorin humanitar. Të tjerë kishin qenë xhamatli të xhamisë, ku kishin pas hallka rrethe në xhami të përmendjes Allahut, shoqërimit për hit Allahut dhe lutjeve që kanë bërë një tjetri. Këna përmend këtu që ka pas raste në xhami pejgamberi alayhis salam është ndalë me hallkat. Hallka është rreth, me rreth që i kanë pas shokët e tij në xhamin e pejgamberit alayhis salam. Nuk është rasia ajo se Muhamedi alayhis salam në shtyllat e xhamisë nuk ka pas burg ai, kur ka zënë sahabët e kanë zënë Thumamën, kryetarin e popullit vet të shkretirës, kryetar ka qenë, e ka lidhë në shtyllën e xhamisë. Muhamedi alayhis salam nuk e ka pas zakon as mi torturu njerëzit,
S'ka qenë qëllimi ajo. Muhamedi sa ka dashur diçka tjetër. Ajo është në mesin tonë sot. Tu alargon propagandën e keqe, rrenat, shpifjet që janë bërë për Islam. Ka dashur mi tregu se kush janë musliman në xhami. Musliman shembullor, shqiptar të kësaj feje kanë qenë shembullor. Dhe në xhami ai me sytë vetë i ka pa muslimanët. Njëri duke qenë në sejdë, tjetri në ruku, tjetri duke falë namaz natë, tjetri duke dhënë sadaka fshehtas, ai ka pa në xhami, duke dhënë sadaka fshehtas. Ja kalon, është fal, tjetri në terë ja kalon parat. Ai gjithë këto i ka përcjell se 3 ditë ka qenë i lidhur në shtyllën e xhamisë. 72 orë. Nuk është pak. 15 namazi i ka pa në xhami kë sheptor të kësaj feje, sahabët radiallahu anhum, të gjithë e kishin kuptuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se duhet me qenë sheptor të kësaj feje. Tash vëllazër, nëse e përkthejna këtë ligjërat, temën që po flasim, nëse e përkthejmë në ummet, ky ummet 1 miliard e gjys, 2 miliard krenohemi, a janë shërptor musliman të kësaj kësaj feje? Apo në xhamiës këtu, a jemi shërptor të kësaj feje? Apo ne ta ngushtojmë angusht, hoxhallar që flasin për fe, a janë të gjithë shërptor të kësaj feje? Thirrsat, a janë shërbëtor të gjithë kësaj feje? A i shërbejmë kësaj fejena? Apo e kundërta, përfitojmë nga feja? Jetojmë nga feja? Përkatësohemi të feja? Dikush martohet përmes fesë, dikush e bën një biznes përmes fesë, dikush e hap një dyqan, krejt mirë. Mirë po, sa i shërbejmë nga fejes, sepse feja është për të shërbi asaj, ma shumë me i dhanë se jo me marë. Ma shumë me i dhanë se jo me marë. A ka ndodhë kërën e pejgamberit alayhi salatu wasalam me marë diçka rasisht? Ka ndodhë. Prandaj pejgamberi Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu ka thonë, nëse ndonjëherë ndodh diçka me përfituti, me të ardhur një pasuri rasisht, se ke kërkuti, fa khudhu mara. Ama se ke kërku. Ky problemi po qëndron në momentin kur na po kërkojmë poste, rroga, të ardhuna, përfitime, shoqërime, ma e keqja shfrytëzime, dëshprime pastaj ndodhin në mesin e muslimanëve. Andaj, vëllezër dashur, unë për veti, tentoj qëllimi jem final është, vallahi, me e përcjell këtë mesazh, duhet me i shërbi kësaj feje. Qëllimi jem final ka qenë çdo herë, që në mihrab, dhe këtu kanë kalut, muj me thonë 4-50 hoxhallar dhe thirrsa. Janë ushtru këtu, edhe në të tusus. Ka që kom pas mundësiune, ma shumë, nuk kam xhamia tjerë, nuk jam miftiune. Me nxjerr kuadro sa më shumë. Gjatë nxjerrjes së kuadrove, normal, ka njerëz që mendojnë që ma shumë duhet me dalë, ai tjetri ma shumë mendon se duhet me folë, ai tjetri. E dini në për shtëpia, kush është domethënë i shtëpisë, e di këtë problem. Kush është profesor në shkollë, e di këtë. Kush është drejtor, e di këtë. Kush merret me sektor udhëheqësie, e di këtë. Qëllimi final është me i shërbi kësaj feje. Ku kena gabuar ndaj dikujt na, Allah na i fal. Kërkojnë hallallah ndaj njerëzve. Mirë po qëllimi final është me i shërbi kësaj feje, jo vetvetes. Andaj është një rrezik të shërptorët e kësaj feje. Dietarët islam kanë thonë kur ti shërbejmë kësaj feje dhe të rasim këtë fe, është një kiks shumë i madh. Cili është ai? Çka ndodh me këtë karike? Nëse filloj me thirrje vetvetja, e ku ndru krejt kahjen. Si jam duke shku ka Mekka, ka Antartiku, ka Kijevi, diku tjetër duke shku. Duhet me thirrje të Allahu, duhet me thirrje të ummeti, duhet me thirrje të Islami, i pastërt, i qiltërt, i drejt, sistem, lakpams, vizionar, që u do të mirën njerëzve, edhe jo besimtarëve u do të mirën, që i shikon fëmijët e jo besimtarëve më shumë se vetë ata që i shikojnë. Islami kjo është. Omar ibn Khattabi radiallahu an, Omeri jon i madh, Allahu na ringjall me të, radiallahu an, është ai i cili gojën e bukës u ka siguru edhe jo besimtarëve. Çdo fëmijë jo besimtar në atë kohë që ka lind e ka pas siguru me gojën e bukës. Social nuk ka pas. Sot se kanë krejt. Shtetet më sociale në botë, sikur shtetet skandinavis, tentojnë po s'kan arritë. Omar ibn Khattabi është sultani i vetëm, radiallahu an, khalifi i vetëm, burshtetasi i vetëm, që ka arrit në histori
krejt popullatës së vet më asiguru se ka qenë shërptor i kësaj feje. Prandaj në historinë tonë islame, khalifi i muslimanëve, khadimuhum ka shërby. Omar ibn Khattabi ka pas detyrë natën me shku der për dere. Ku ka pas drejt dikon, ku ka pas tim dikon, ku ka pas probleme dikon, sepse ai i cili e sundon rrugën, e ka sundu shtetin. Në rrugë bëhen problemet. Në rrugë po na ndodhin problemet krejt neve. Në rrugë duhet me bë punën në rrugë me udhëzutjen të ri. Jo në rrugë me na marr mafia. Në rrugë me marr droga përpara. Jo në rrugë me na marr krejt sinet e prishur atjerat. Plotja. Sa dush. Jo, na kena arrit vallahi viteve të 90-ta. Daveti ka qenë më i zhvilluar në Shkup. Në Shkup ka qenë daveti më i zhvilluar. Kanë qenë do persona që meritojnë mi shpërbly ata njerëzi. Meritojnë mi shpërbly ata njerëzi. Nuk kanë qenë hoxhallar. Vallahi rini se kalon, s'ka pas WhatsApp atë, s'ka pas Viber atë, s'ka pas Facebook. Pasha Allahu njëri prej tyre ti bike në xhami apo në mekteb 100 veta për një herë. 100 veta ti bike, se kanë qenë shërbetor të feje. Kanë qenë shërbetor të feje dhe kanë pasi emanet të Allahut këtë. Emanet i Allahut është. Me i shërbi kësaj feje. Dhe ai cili shërben për këtë feje, ai se mendon rrogën, ai se mendon të parin, ai se mendon postin, ai se mendon çdo herë e sheh vllaun e vet se vllau i vet është më meritor se ai. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Dhe lëm për neve në momentin që arrijmë na kur e shohim vllaun ton më meritor se na. Ai këtu pari, ky xhamat, këta njerëz shërbejnë pak. Po kemi vllaun për shembull Jusufin i cili del imam që ta shike, i mëson arabisht, ma sabaj, 3 herë një javë. Duhet me qenë të mërsum. Kemi vllaun Almierin që ka mësu elif, edhe Jusufi mëson elif. Te gratë ka arabisht, ka po ashtu Kur'an në mektebet. Kemi ligjeratën të nësus, po ndoshta edhe këtu pari do të mbajmë. Që ka dhe ligjerata tjera, tefsirit, ka ligjerata që mbahen të akidës, ligjerata që mbahen për fik, ligjerata të usul fikut. Dhe kemi ndërmend me arrit këtu sikur që në kohën e Jugosllavis, Sheikh Abdul Kader Arnautin e kom dëgjue, duke të regu për hoxhallat e Tetovës, edhe të Shkupit, edhe të Pejës, i lavdron të hoxha, thoshte, neve na thoshte, na s'kena ditë këta. Se unë se kom mri me mësut ata hoxhallar, na thoshte hoxha se ju atje kini hoxhallar të cilët e mësujnë gramatikën arabishtës, morfologjinë arabishtës, me warithin, trashëgiminë, fikun, usulin. Mujtahid mu bo në Shkup. A ka mundësia? Po valla ka mundësi. Sot keni mundësi me bëkta. Dhe ju kisha lut gjithë juve, kush për juve një sheh djalë 3500, vallai na duan çato djem. Edhe këto tjerë na duan, po djem 500, ata duhet më bëj xhallar. Djem trima, djem të ndershëm, prej familjeve të ndershme, të cilët nuk shitën kur asnjëherë, ata duhet më bëj xhallar. Ka qenë një periudhë viteve 80-ta e komrinja ata, na thëshin njerëzit, kisë mëson shkollë për hoç. Zban kështu. Kisë mëson shkollë me dysha është çeni për hoç ta se. Se problem del kjo. Me dysha, me nisha për hoç, hiç mos bëhet hoç. Nuk ka problem nëse kërkan. Duhet mi shërbi kësaj feje. Dhe namazi i natës këta na e flet. Agjerini këta na e flet. Zeqati këta na e flet. Dhe ti shërbejnë kësaj feje duke mos që i natë. Ti shërbejnë kësaj feje duke qenë zbashku. Ti shërbejnë kësaj feje para thonë dikush. Shikoni vëllezër, shumë interesante është puna e sahabeve. Për ata Allahu tha në Kur'an, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allahu askaliti imanin në zemër. Pse? Mujni me gjetë dikun, unë për vetë se kum has. Tu thot pejgamberi sam, o ju sahabët e mi, shërbejni kësaj feje. S'ka unë s'di kështu. Vet brata, vet. Nuk duhet me thënë dikush. Me i shërbi, me pastru xhami, me pastru vecetë e xhamis, barin e xhamis, me propozu me ngrit zanin, nëse shihni zullum te na. O xhon, ndalu pak. Edhe kjo shërbim është i fesë. Me i shërbi kësaj feje të Allahu xhelle xhelaluhu është privilegj më i madh në botë, s'ka diçka më të madhe se kjo. Me këtë fiton xheneti. Unë e di, elhamdulillah është bot trend, edhe botror, dhe që në fundit, më fal namazin natës, kjo super është krejt. Edhe pak kena hisen këta, në Shkup e kena bot trend, shqyr Zotit. Elhamdulillah. Ama qëllimi final i kësaj është me shërbi kësaj feje.
Ti mundesh me pas profesion kimist, fizik, biologji. Mundesh me qenë pastrues, s'ka problem o vëllazër. Nuk ka as pak problem. Ama secili njeri ka mundësi mi shërbi kësaj feje. Sendi parë në shërbimin e kësaj feje është mos mi bë dëm ummetit. Dhe një mesazh e jap deta çdo kush i cili e ka sjellën e keqe, i cili është gjysmë mafiash, apo mangup, apo është udhëzuar dhe ka hyrë xhamat dhe ka tradita të këqija, hala le të fal namaz. Namazi është i tij. Obligim e ka. Le të jetë fetar, s'ka problem. Le të mundohet mos me përkatësu ummetin këtë në krimin e vetë që e ban. Ka pas sahabe, mushrik ka qenë, vjen luftën e Uhudit të pejgamberit sa. Gjatë betejës, ditën e betejës Uhudit, Isuset kamata ati. Dhe ai nuk ka dosh me njëllus islamin me kamat. Sahabi, mushrik më herët. Ditën e Uhudit vendos me artë e Muhamedi e Sam, nuk di shumaj, ensari. I thot, ja Rasulullah, o i dërgumi Allahut, atë bana musliman, atë luftoj. Muhamedi e Sam i thot, njerë bana musliman të, ka dalë. Hin shahadetin e thot, bat musliman, hin luft, nuk e zej kindia, asni namaz se ka fal, ka shkuta Allahu, pa namaz, në gjennet. Pse se ka pranu islamin më herët? O burnia e kanalat. Ai nuk ka dash mu përkatësu islamin kamat. Piko. Nuk ka dash me përkatësu islamin kamat. Zban kamata. Prandaj, shërbimin e parë që mujna me bë krejt na, dam mos mi bë islamit. Dam ummetit, hoxhës, xhamisë, reputacionit, emrit, jo. Kjo e para. E dyta, ti jesh besnik i hoxhës ku je. Mos jesh besnik i tradhtis dhe tradhtarëve. Mos jesh besnik i dikujna që punon mas shpine, jo. Asnjëherë. Pas shpine, jo. Çdo gjë që ke, vërtet. Kështu e ka Islami. Kështu ne ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Prandaj, të ndihmojnë atë gjitha këto aktivitete dhe t'i shtojmë. Sepse, wallahi billahi, ajo çka shoh te populli jon, në përgjithësi në Ballkan, që shoh të njerëzit, mençurinë e kanë shumë të lartë. Karakterin, alhamdulillah. Trashëgimin nga kultura e kaluar prej burrijës është akoma hala është. Nuk shoh zione. Ka probleme shumë. Do me na prish dikush, po, e vërtet. Do me shfrytëzu dikush. Ato çfarë që ka mos i ki. Te krejt popujt i ki. Njerëz që shkelin mbi kockat e tjerëve, e vërtet. Dhe na e dim shumë mirë, për shembull nga Zibab. Edhe në Serov, viteve të 90-ta, s'ka rrugë dhe rrugicë e Gazibabët se s'ka ndrujet prej drogës 4-5 veta. Na e dim. Dhe u mushërmen, dhe një pjesë e njerëzve ka ndalë në bari. E di dhe ata. Ama, duhet mi këthi këtë popullat. Duhet mi këthi këtë rini. Dhe mos me aulan njerëzve të cilët dëshirojnë mi aupi gjakin. Dëshirojnë mi aupi gjakin. Dëshirojnë mi devijue. Dhe dëshirojnë mi lan rrugve. Prandaj, dijeni se ky vend ka pas edhe hoxhallar, të cilët në atë kohë për shembull nuk i kanë çmu shumë, sikur hoxhallar që kanë qenë ta asaj kohe, ata Allah hoxha me Feta Efendin edhe plot hoxhallar tjerë. Dhe Sali Efendin e Kumrije të xhamia e Fadilit, e Kumrijat. Dhe hoxhallar tjerë të cilët e kanë rujt këtë fe dhe i kanë shërbi kësaj feje pa rroga. Pa rrogë. Pa rroga. Dhe kanë tentu, kanë pas problemin në atë kohë për shembull me Rankovicin. Kanë pas probleme me dikali i cili ka dashur mi spastruë të troje prej muslimanëve dhe shqiptarëve. Por ata kanë thonë atë kohë me shku në Turqi është kofër, kështu kanë thonë. S'kan ditë me ndal popullat të ndryshme. Dhe kjo ka qenë shërbimi që i kanë shërbi kësaj feje të Allahut subhanahu wa taala. A e kuptojmë tash vëllezër se kjo feje Allahu xhela xhelalu kërkon seriozitet, shërbim, kur them shërbim, vallahi mundesh mi shërbi kësaj feje me 50 dinar. Me rujt një student, me finansu një student që i ka notat e mira, është djalë i mirë, apo ndoshta është jetim, apo ndoshta ka ndonjë problem, apo mi ndihmu këshis, apo mi a rregullu një problem dikujna, apo me qenë mësit për dikan. Gjitha këto janë shërbime të mëdha së feje, apo mi ndal zankat mes muslimanëve. Mi ndal inatët në mesin e muslimanëve. Gjitha këto janë mesazhe që na i nxjerrin neve, edhe për fund mos jetë kjo puna e Ramazanit dhe mbushja e xhamiave, sikur që ja themi çdo herë. Kush e ka adhuru Ramazanin, Ramazani hec. Kush e ka adhuru Muhamedit e Sam ka ndrujet. Por Kurani është gjallë në mesin ton, Suneti gjallë në mesin ton, hoxhallar ka, mezhlise ka, vende ka,
Prandaj kisha porositë që vëllezërit të cilët kanë shërbye, le të organizojnë edhe mas Ramazanit agjërimin e të hanës edhe të ejtës. Le të organizojnë agjërimin e të hanës të ejtës në xhami me u taku. Dalja në xhami me musliman, veç me u taku me buzësh, është për ibadetet më të larta, më të mira që fitohet kënaqësia e Allahut. Edhe një herë me bëni halal, edhe një herë Allahu na takon në Jannatul Firdausul A'la, edhe një herë Allahu na pas fal mëkatet të gjithëve, edhe na mundsoft me u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus me një pirje të ujit pas të cilës nuk do të etemi kurr. Allahu na mundsoft me paftyrën e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.